Bismillahirrahmanirrahim. Vjen një delegacion prej Irakut që ka udhëheq Ahnaf ibn Qais te Omeri, kryetari i gjithë muslimanëve. Edhe kur vinë ato, të dëgjojnë Omerin, tu i kreh, tu i mirëmbajt devet e sadakas. Edhe kur e shohin kryetarin e muslimanëve, halifën e muslimanëve uhi edhe pi mirëmban devet baktin e shtetit, i thot njëri për njerëzve, o kryetari i muslimanëve, as gjetën ai rob, as gjetën ai shërptor që mi këshyr devet veç ti mi këshyr si kryetara. Pi thot, a ka rob zë shërptor më të mirë se sa Omeri? Thot, në kanë udhëhec i një popullit, do të me kuptu që nuk është privilegj, po është përgjësi, nuk je udhëhec i tyre që me shqetru ata, po ti je shërptor dhe rob i tyre më ju shërby atyne. Njëti njeri Omerit radiallahu anhu i ndodh, i vjen njëherë një fukare, i thot dosh me mi vesh familjen, gruan dhe fëmijën, s'kam fukare jam, thotone. Thot ti e ki për obligim në pasuninë e shtetit me mi veshën, me mi mirëmbajt. Pi thot Omeri, qa buhet nëse ti mirëmbajt, qa buhet nëse si veshi? Pi thot vallaj ki me dhonë llogari. Thot çfarë llogari? Thot ki me dhonë llogari nesër para Allahu xhelleshanu, se e ke marrë përgjegjësinë, e ke marrë këtë detyrë. Ja nis me kajt Omeri bjen goj. Ja nis me kajt edhe bjen goj. Edhe urdhon që mja vesh komplet familjen dhe mi dhonë një pjesë të madhe të ndihmës. Mirë po, kur e këqyrin s'ka shumë që mi dhonë. E hek Omeri gjyben, thët merre qita, nështa me qita që akum pas, thët e meritoj para Allah që me më falë. Një ditë Omeri, të e logari që ka marrë detyre manet përgjësit madhe, me i udhes njerëzit, ka me dhonë logari për ta. E sheh një deve e smut, si kur se po dëmë me dhonë shpirë. Edhe pe këqyr Omeri edhe pianis me kajt, pe këqyr devën po thonë. Po të ta moj deve nuk e di të qëfar dhip të ki, nuk e di për qëfar arsye ke orë këtë gjende, po tutna mos im kanu në sebep, mos im kanu në shkaktar që ti e smu, e thët nesër ku me dhonë para Allah të logari. Dha Zoti që edhe gjdo përgjeq, gjdo udhec, ku të merë emanet me udhec dikanin, me e ditë që ka me dhonë logari para Allah të gjeleshanu hu, e nuk është knatësi se ke marë obligim, ke marë barë njësut e tua, në logaritë a jetë e kry detyrën që duhet apo jo, se ka me të marrë nesër në pyetja Allah xheleshanu për se cilin detaj a e kanë që duhet apo nuk e kanë. Zoti na bëf për atyre që kur të marrin ndonjë emanet përgjithësi, ja dhojmë hakun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.